إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu të madhruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahu të madhruar që të na mbrojë nga sherri I nefseve tona dhe sherri I punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti I vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, xhuman e kaluar folëm për derexhen që secili prej nesh mund t'ja përcaktoj vetvetes në xhenetin në botën e ardhshme. Dhe tham varësisht për asaj se çfarë vlere ka Allahu, ka puna e mirë, ka besimi, ka feja në zemrën tënde, ashtu më thon edhe ky njeri do të ketë vlerë te Allahu subhanahu wa taala. Sot dua të flas për diçka që lidhet me jetën e këndshme të besimtarit në xhenet, po jo vetëm në xhenet, por për jetën e këndshme që besimtari e ka në jetën e kësaj bote. Allahu subhanahu wa taala në dy ajete kuranore, në surën Mutaffifin dhe në surën Infitar, thot Allahu subhanahu wa taala innal abrara lafi na'im. Thot me të vërtet njerëzit e mirë janë në një jetë të këndshme. Kjo jeta e këndshme të nderuar vëllezër e përfshin se zakonisht këta jetë jemi mësuar të dëgjojmë për me kuptu se kush ban mirë ka me pas një jetë të këndshme në jetën e varrit dhe në jetën e xhenit. Kjo është qashtu. Mirë po, kjo jetë e këndshme e përfshin edhe jetën e kësaj bote. Që do me thonë se njerëzit e mirë, kush llogaritën njerëzit e mirë që qenken në një jetë të këndshme? Njerëz të mirë janë ata njerëz të cilët bëjnë vepra të mira që tregojnë të dëgjueshëm ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që I kryjnë detyrat të cilat I kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe që I kryjnë detyrat ndaj njerëzve të tjerë. Këto quhen ebrar, shumë si fjalës, do me thonë ber do me thonë I mirë. Këta njerëzit e mirë, thot Allahu subhanahu wa taala, të cilët janë besnik ndaj Zotit, do me thonë të tregojnë e bëjnë itaat Allahut dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra janë të dëgjueshëm ndaj Allahut dhe pejgamberit, nuk janë rebel, nuk janë mëkatar, nuk janë të kundërshtar të Allahut dhe urdhrave të Tij. Këta janë në një jetë të këndshme. Kjo naim, kjo fjala, me këtë fjalë quhet xheneti. Mirë po me këtë fjalë quhet çdo kënaqësi, çdo gëzim, çdo bollëk, çdo komoditet. Pra njerëzit e mirë, thot Allahu subhanahu wa taala, janë në një jetë, do të thonë të lumtur. Janë në një jetesë të kënaqshme. Atëherë, dikush mundet me thonë se cili besimtar ka një jetë të lumtur, të gëzuar dhe të kënaqshme edhe në jetën e kësaj bote? Po, themi. Atëherë parashtrohet pyetja. Si mund të kuptojmë, si do ta kuptojmë këtë jetë? Allahu thot besimtarë, ata që bëjnë punë të mira, jetojnë një jetë të lumtur, të gëzuar dhe të kënaqshme. A nëse I shohim besimtarët në përbot, janë të privuar, vriten, nuk I shijojnë kënaqësitë e ndryshme, të gjitha kënaqësitë e ndryshme të kësaj bote, sikurse ata të cilët nuk kanë kufi dhe nuk kanë frena, a çashtu? Për shembull thot dikush mundet me mendu me thonë, ne kemi shumë halal, haram, kjo është haram, kjo s'ban, mos shko atje, mos e ban ket, mos e haj ket, mos e pi ket, mos e vesh ket. Kemi ne kufizime, a çashtu? Kemi kufizime dhe dikush mendon se këto kufizime besimtarit ja cungojnë atë të drejtën për mu knaq dhe për mi jetu I lumtur dhe I gëzuar në jetën e kësaj bote.
Dikush mendon kështu. Mirë po, realiteti nuk është kështu. Pse nuk është kështu? E para, më thonë të i përmendim dy arsye pse nuk është kufizimet që ne i kemi si musliman, si besimtar në jetën e kësaj bote. Kufizimet e ndryshme, në veshje, në ushqim, në veprime, në shëtitje, kemi kufizime. Ti s'mundesh me shku ku dush. Nuk mundesh me po çka dush. Nuk mundesh me hangër çka dush. Po ki halal edhe haram. Këto kufizime ana e heqin neve, më thënë, ndjenjen e tjetuarit i lumtur, i gëzuar dhe mundësin për të kënaqur në jetën e kësaj bote? Përgjigjja është jo. Përgjigjja është jo. E para, sepse, më thonë arsyeja e parë, çdo kënaqësi që njeriu mund ta shijojë, nëse fundin e ka të keq, ajo është kënaqësi e dëmshme. Me të thonë dikush kështu, se tash mi marë njerëzit do me thonë e luksit, njerëzit që s'kan kufi, njerëzit e harameve, njerëzit që kanë pasuri dhe i shijojnë krejt gjunahet, mi marë këta. Edhe mi thonë këshire, po ta shtroj një ushqim nga më i miri ushqim që mund ta zgjedhet dikush në jetën e kësaj bote. Mirë po, si ta hash këtë ushqim, keme vdek. A është kënaqësi e vërtet që kjo? Jo. Nuk është kënaqësi e vërtet. Se kjo kënaqësi, nëse nuk çon drejt një kënaqësisë më të madhe, kjo nuk është kënaqësi e vërtet. A besimtari, çka do që përjeton për kënaqësive të kësaj bote, e di se një ditë fakti që ai është, në më thonë, kufizuar me urdhnat e Allahut, fakti që ai është kujdesur ku e vendon kamën, çka flet, çka ha, çka bën, çka vesh, e di se kjo do ta çojë në një kënaqësi shumë më të madhe. E këtu, do të thonë, njeriu e fiton një kënaqësi që nuk e shijon mosbesimtari. Mosbesimtari nuk mundet me qenë më i kënaqur, më i lumtur dhe më i gëzuar, edhe pse ai s'ka kufi, edhe pse ai mundet mi bë krejt, për arsye se ai nuk pret diçka më të madhe. Nuk pret diçka më të madhe. A besimtari për shembull ha ushqim vetëm se e di se ushqimi i xhenetit është, domethënë, diçka shumë më i përsosur. Besimtari vishet, mirë po e di se veshja e xhenetit është diçka shumë më e përsosur. Dhe duke i shijuar këto kënaqësitë e vogla në jetën e kësaj bote, besimtari, domethënë, mbushet me gëzim dhe lumturi sepse e di që e pret diçka shumë e madhe. A me e di që të pret diçka shumë e keqe mas kënaqësive? Me thonë për shembull dikujt që këtë ushqim po e ha, ose po u afrove me këtë grua, ti do të goditesh me smundje të cilat do ta shkaktojnë vdekjen tënde. A është një kënaqësi e madhe dhe e përsosur ajo? Jo. E që kështu është kënaqësitë, që kështu janë kënaqësitë e kësaj dunjaje. Thot Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan kënaqësinë e jetës së kësaj bote, thot: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahbun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فيكون مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Është një ajet paksi i gjatë që në të cilin Allahu subhanahu wa taala e përshkruan jetën e kësaj bote. Thotë dijeni se jeta e kësaj bote, thot Allahu subhanahu wa taala, është lojë dhe dëfrim, është zbukurim dhe gara për me umbur me njëri tjetrin, dhe është gara se kush do të bëj më shumë, në me thonë pasuri, dhe kush do të ketë evlat më të mirë, dhe kush do të ketë pasuri dhe evlat më të mirë. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, tamam sikur se shiu kur bie dhe del një lule mas shiut. Shpesh në pranverë tash është vakti kur lulzon natyra. Do të thonë bjen një shi dhe mas shiut, nëse dalim diku në natyrë, shumë shpejt dalin disa lule. Mirë, po shumë shpejt ato lule
thot Allahu subhanahu wa taala, thahen dhe bëhen dhe. Thahen dhe bëhen dhe. Që kështu është jeta e kësaj bote. Nuk ka diçka që ti mundesh me pas prioritet në jetën e kësaj bote. Në më thonë, besimtari, me pas për që një knatësit kësaj bote me jetu për ata. Kjo është gabimi, çështje pranon ti knatësin. Nëse dikush për shembull e ka knatësinë e kësaj bote prioritetin kryesor, nuk e ka knatësinë të që është Allahu subhanahu wa taala, do knatësia e tij është e shkurtuar. E te besimtari krijohet një ndjenjë gëzimi, një ndjenjë lumturie kur e di se knatësitë të cilat i përdor në jetën e kësaj bote do të pasohen me knatësi shumë të mëdha, aq të mëdha sa që ai nuk ka mund as ti fantazoj ato. Nuk ka mund as ti imagjinoj, domethënë ato knatësi që janë të Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, knatësia e vërtet, domethënë njeriu kur i përjeton knatësitë, domethënë në jetën e kësaj bote, i përjeton në dy vende, në trup dhe në zemër, në shpirt. Kjo është vendi i knatësive. Domethënë ka dënjëherë kënaqesh shpirtërisht kur shef diçka që të gëzon apo? Ka dënjëherë kënaqesh duke u ushqyer, duke u veshur, domethënë fizikisht i përjeton kënaqësitë ose shpirtërisht i përjeton kënaqësitë. E tash, cila është baza? Cila është më e rëndësishmja? Më e rëndësishmja është përjetimi i kënaqësive shpirtërore. Pse? Nëse dikush e ka zemrën e thyer, është shumë i mërzitur, është shumë i gajlosur, është shumë i brengosur. Mi a dhon krejt mirat e dunjas, nuk mundet mi shiju. Pse? Se shpirtin e ka të thyer dhe e ka të plagosur, apo? Shpirtin e ka të thyer dhe e ka të plagosur. Që do me thonë se knatësia e vërtet është në zemër, nuk është knatësia e vërtet në trup. Megjithse njeri e shijon knatësinë edhe në trup. E shijon knatësinë, e pi një pije, për shembull, i je në një nxehtësi të madhe, je duke u thu, edhe të thahet fyti për një lëng, për një ujë. Normal ti kur e pi ujin, domethënë e kënaq trupin, apo? Mirë, por nuk është kjo kryesorja. Kënaqësia e vërtet është kënaqësia e shpirtit. Kënaqësia e vërtet është kënaqësia e shpirtit, nuk është kënaqësia e trupit. Kënaqësia e trupit vjen, domethënë, mas kënaqësisë së shpirtit. Nëse kënaqësia e vërtet është kënaqësia e shpirtit, këtë nuk mund ta arrijë, domethënë ashtu sikurse e përshkruan Allahu subhanahu wa taala, vetëm ai i cili ka shpirt të shëndosh. Vetëm ai që ka shpirt të shëndosh. Një rast prej rasteve në historinë islame, kur e burgosën dietarin e madh të islamit, domethënë në tokën e Shamit, Sheikhul Islam ibn Taymija, e burgosën për arsye se nuk ju shkonte për qefi me fetfat e tij, domethënë pushtetarëve. Edhe mblidheshin ata, domethënë i gjetën ata muftilerët e vet, edhe dhan fetfa për me burgosë, edhe ka vdekur në burg. Sheikhul Islam ibn Taymija, Ahmed ibn Halim ibn Taymija, një dietar shumë i madh, i shekullit të 7 të Hijretit, të Hijretit. Edhe shkoi dikush nga nxënësit e tij për mi dhënë ngushëllim. Edhe ai tha disa fjalë. Tha, nuk e di armiqtë e mi çka duan prej meje. Dëshirojnë të ma heqin atë kënaqësinë nga gjoksi im. Unë ku të shkoj, me veti e kam xhenetin tim. Me veti e kam kënaqësinë. Allahu subhanahu wa taala, domethënë ma ka dhënë një lumturi, një gëzim që kërkush nuk ma merr dot nga shpirti dhe nga zemra. Edhe besimtari është i ktill në jetën e kësaj bote, e ndjen një kënaqësi kur i qëndron besnik Allahut. Më thonë, e fal namazin, ruhesh prej një haramit, ruhesh për shembull prej shikimit haram. A i dini se shumë njerëz për shembull nuk mundën me ndal shikimin. Nuk mundën me ndal shikimin haram. Vetëm se ata të cilët e kanë forcën për me ndal shikimin haram, Allahu ju jep një kënaqësi në zemër që është shumë më e madhe se sa kënaqësia që ata e përjetojnë duke shikuar haram. Se njeri pse këshir haram? Pse është tërheqse. Ajo, për shpirtin. Njeri është në natyrën njerëzore, është krejt normale që secili njeri me kërku atë që ja kënaq shpirtin.
Mirë po në momente kur njeriu për hir të Allahut subhanahu wa taala e ul shikimin e tij, në më thonë e frenon nga kjo kënaqësi e përkohshme. Kjo është kënaqësi, më është kënaqësi shumë e vogël. Allahu subhanahu wa taala e shpërblen ata me një gëzim në zemrën e tij që nuk e din vetëm ata të cilët e kanë përjetu. Kjo nuk përshkruhet. Nëse njeri gjen forcë që me ndal veten nga harami, Allahu e shpërblen. E që kjo është kuptimi i ajetit kuranor ku thotë Allahu subhanahu innal abrara lafi naim. Me të vërtet, thotë Allah, me të vërtet e përforcon fjalin. Nuk e thonë se me të vërtet njerëzit e mirë janë në një jetesë të këndshme. Sikur se me thonë, me të vërtet njerëzit e mirë janë në një xhenet kësaj bote. Ata do të jenë edhe në një xhenet të jetës së varrit. Do të jenë edhe në xhenetin e përhershme që është në botën tjetër. Mirë, po para se me shku dhe me përjetu xhenetin e varrit, që është një bafçe për bafçeve të xhenetit për besimtarët, ose për xhenetin e botës së tjetër që është jeta e përhershme dhe e përsosur, besimtarët e përjetojnë një xhenet në jetën e kësaj bote vetëm për arsye se janë lojal dhe janë besnik ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu i shpërblen me çka xheneti. Edhe mos mendoje dikush se pse muslimani, për çka ka shumë muslimanë të cilët jetojnë në fukarallëk. Ka shumë muslimanë të cilët, domethënë, jetojnë në kushte shumë të rënda materiale të jetës së kësaj bote. Edhe mund me thonë dikush pse që ki jetoj ka në një kënaqësi në krahasim me njerëzit të cilët i kanë këtë kushtet, kanë banesa të mira, kanë kushtet mira sociale, kanë kushtet mira shëndetësore, kanë kushtet mira ekonomike, kanë rrugë të mira, kanë shtëpi të mira, kanë parqe të mira, kanë natyrë të mirë. A pse muslimani i cili nuk i ka asnjënin prej këtyre, asnjënën prej këtyre mundet me kon më i kënaqshëm në jetën e tij se sa një person i cili jeton në shtetet e pasura dhe ai ka këtë mirat? Po. Muslimani jeton në një xhenet të kësaj bote vetëm se kushti është me qenë i mirë. Kushti është me qenë, nuk mundesh me jetu këtë, nuk mundesh me shiju këtë ëmbëlsi, këtë kënaqësi, këtë xhenet të kësaj bote nëse nuk je, domethënë për atyre të cilët i qëndrojnë besnik Allahut. I qëndrojnë besnik Allahut. Prandaj kanë thonë sahabët, kanë thonë ne e kemi një kënaqësi, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ditë mbretërit, se çfarë kënaqësie kemi në shpirtat tonë, do të kishim luftu që me shpata me na e market, se mbretërit dhe njerëzit e fuqishëm, kur e shohin se një vend ka shumë pasuri, një vend ka shumë, domethënë, të mira, shkojnë edhe uzurpojnë, sikur se bëjnë edhe tash në shtetet, në kohën e sot me shtetet e fuqishme. Ato shtetet e fuqishme e shohin që një shtet i varfër ka shumë, domethënë, pasuri, sikur se janë shtetet afrikane. Shtetet afrikane pse kanë qenë të kolonizuara? Sot e kësaj dite janë shumë prej tyre janë të kolonizuara nga shtetet e fuqishme evropiane. Shtetet afrikane, pse kanë ari, kanë diamanta, shkojnë edhe ja marrin. Mirë, po sahabët kanë thënë me ditë mbretërit, pra njerëzit e fuqishëm, se çfarë kënaqësie ne përjetojmë në shpirtat tonë, kishin mundu me shpata, me najmarë që ketë. Se fundit, se cili lufton edhe jeton për me arrit që ketë kënaqësi, për me arrit që ketë lumturi, për me arrit, do me thonë, këtë jetë të kënaqshme në jetën e kësaj bote. Mirë, po këta e shion vetëm ai i cili është i lidhur me Zotin e tij. Për çat, do me thonë, besimtari i vërtet, edhe nëse nuk i ka kushtet materiali, nuk i ka shumë të mira në krahasim me shumë një. Mirë, po, pasuria e vërtet është kënaqësia që ndjen në zemrën tonë. Hisham ibn Abdul Maliku, një prej halifeve të Emevitëve, e pyet një dietar. I thot, cila është pasuria jote më e madhe? Thot, pasuria ime më e madhe është se unë jam i gëzuar dhe i lumtur me ata që më ka dhënë Allahu dhe nuk i kam syt te pasuria e njerëzve. S'më intereson njerëzit. A kanë, s'kan, do m'japin, s'do m'japin. Nuk më intereson. Që kjo është pasuria më e madhe që unë e posedoj. Dhe kjo është e vërtetë. Dikush ka mirë, po është i varfër. Dikush ka mirë, po është i varfër. Prandaj, nëse e duam jetën e kënaqshme, jetën e lumtur, nëse e duam gëzimin, begatin, jetën e begatshme në jetën e kësaj bote, duhet me plotësu kushtin që me qenë për njerëzve të mirë. Duhet me urujt me qëndru larg haramit. Duhet me bë punë mirë. Pasha Allah nuk ka diçka që e lumturon shpirtin sikurse puna e mirë. Duke fillu prej ibadeteve të mëdha dhe duke përfundu deri te veprat më të vogla që mund t'i bëj një besimtar.
Allahu na mundsoft të jemi prej tyre. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.